Si të kam? Mirë, Tani e mirë. ndihem shumë mirë. Faleminderit. Më trego pak të lutem që në fillim, sa fëmijë keni qenë ju? Vim nga një familje e vojtur, fukara, po me familje të rregullt, me prindër punëtor, me 6 fëmijë. Ti e vajza e madhe? Po. Vajza e madhe dhe vajza me barë më të madhe. U martova me mbledhëri, mos ta prishni mentalitetin e prindit, po fati nuk të buzëqesh gjithmonë. Pse nuk të buzëqesh i fati? Nuk më buzëqesh i fati, sepse që ditët e para fillon ato xhelozit, Ku konsiston të xhelozia? mos dil për jashta, mos të bëjmë punë, mos të lëkunden perdet, mos të vesh të komshia, me fjalë një izolim i të mërshëm. E i thoshe me vete time, kështu do vazhdoj? E vura të, si i themi neve, i vura të peshirin kokës, e thash, të shikojmë. Ngella shtatzane, fillova punë, ikja në punë, më ndihmonin prindrit, ikja në punë pa ngrënë. Se ish mentaliteti fshatit, ishim 2 kunata brenda, thoshte, po ja kunata tjetër iku pa bukë. Do t'ishe, kur të vinat, do t'i mash hatën të kunate, kur të vini nga puna, hani të dyja tokë. E po mirë, fillestare. Isha e re, shtatzane isha, më ha është bukë. Vija shpi, do bëni punë të shpis, do ulshin burrat një më përpara, se ishe mentaliteti, do ulshin burrat më përpara, pastaj do hanim ne çat ngelte. Nuk më dilte kjo, po fillon të dhuna. Do beja do mbushe ujë. Pse nuk zure radhe para ti, po zure dyta. Do të shikosh për jashtë ati, të shtymën në përshkap. Më fal, ishe shtatzan? Po. Dhe të shtynte në përshkallë? Po, më shtyën në përshkallë, më tha që ti do të shikosh për jashtë, nga jo nuk zure radhe dyta. Pa jo qezëm, ishin 2 pallate, kishin 2 qezma, e vinte uri me orar, 1 orë ishte. Do t'i rosha, se hapsha gojnë, i thosha plakës, më nënë, thosha, po, pse kështu? Ja të keqit ata, thosha, po ja që do shtrohet, do bëhet me fëmijë, do shtrohet. I ka përceja. Që mos t'ja ulqa dhe mentalitetin prindit. Erdi dita që do lindsha. E solla në jetë fëmin, tani fëmija do të të hante. Do të qumshin, do të... Ne jetoni me 6.000 lekë pension që mërë të plaka. Më binte babime nga fshati. Edhe sot, zotë erdit, mua nuk më janë ndarë qeset nga fshati. Edhe sot. Më thot, motra jam ka il t'jap shpirtin, thot, vetëm ti t'jesh mirë me kalamajnt. Binte babim. Kur vija nga puna, zgjeja zgje. Kishe një, kunati që ishte bashkë, kishe një gocë, të vogull. Kishe 2 fëmije, po, ishte goca. Linte ju në qikë, më binte babi nga vezë, djathë, gjalpë. E unë, kur vija në punë, se dojë taja, me esha më fshehurët ato copat që linte kalamani haja. Kishim dhe qepin se ishte bugruri, se ishim rritur me bukmisri, fshat. Ndërkohë ti mbete shtatzan me fëmin e dytë. Mbeta shtatzane me fëmin e dytë. I thash që nuk thash unë jam shtatzane. Vajti thatë vjerës, të tjemës, që këtu, është, po nuk e kam me mua. Si tha, nuk e kam me mua? Jo, s'është i imi. Si përfundim, shkon të shtatzania, unë ndërpreva dhe punën se unë mbyllën ato fermat. Dhuna psikologjike, zotë ardit e të mërshme. Vetëm psikologjike, apo edhe fizike? Dhe psikologjike dhe fizike. Erdi dita për të lindur. Hajde biri në nësë, thoshte, qojë nusën të lindi. Jo, aty të vdesi, thoshte, dhe nusja, thoshte. Edhe fëmija, se nuk është i imi. Është detyruar pastaj ime vjerë, ka vajtur, ka marrë një fermiere të lagjës, e kam lindur në shtëpi. Fëmija lindi i mekur. Vetëm nga dajaku. E ka jemi Romeo. Është në rregull fëmija, apo... Jo, nuk ndjon, dhe nuk flet dhe nuk ndjon. Të shikon sytë zotë erdit dhe nuk të thotë se qaj dhem, nuk të thotë se qaj hajë, përpërsisht se unë për atë fëmi do shkry shpirtin e fundit, vetëm
Zotë Ardit, vetëm një pengë kam jetës, që nuk i kam dhe në shkollën. Po isha në një botë të erët, që nuk më mori njëri përdojë të më thoshte, ajde këtu, se këtu është shkolla, t'japja shkollë fëmis. A i nuk kujdesi fare? Jo. Fare. Nese, deri në 6 muajsh, nuk kuptohesh që se reagonte, se ishte e mirë mbaja. Para se të linca, vajta, thoshte shko hiqe, do t'a hiqshim. Nuk e hika shumë fëminë, është peshqeqe Zotit, unë e dua fëminë tash. Po unë do të vras, po unë do të bëj. Ikëm në lushnje për t'a hequr. Qëllon motra, thot. Që do një këtu lushnje? Për këtu. Jo, thot motra, në asnjë mënyrë, se motra nuk e ka gëzuar me fjalë duar si t'i mbush me fëmi. Thoshte, do t'a lindesh ose do t'a risuna. Dhe më të vërtet, mi ka rritur. Është motra që është motra heroin. Ajo është motra heroin. Unë edhe gjakun e trupit, Zoti Ardit më kërkoja, unë ja jap. Lindi djali. Deri në 6 muaj erdhi mirë. Filloi të smuresh. Nga sa tani kur ke debate në shtëpi me isha duke i dhënë gjoks, fëmis, më falni, publiku. Vjen më qëllon nga mrapa. Ja bëri një çuni. Ajo që erdhi, Zoti Ardit. E kam shkuar në spital. Jam bërë vetë burr, vetë grua. Nëse 1 vit e gjysmë fëmia në spital. Ishte fëmia më i smur në pavion. Në pavion. U bë fëmia 1 vjeç e gjysmë. Nuk po duroj dot me. Për jashtë as më linte se fëmia kishte nevojë për diell. Në punë nuk më linte, as punonte, fëmia donte qumësh, donte kos, donte vezën e donte. U detyrova pastaj, i thash plakës, vjerës, tash do iki. Do iki ca ditë nga babi ime. Ikëm, tha mu. E më qoj ky, tha, e dërgoj pastaj e berë babi tim, më qoj dërë ketezja, e tha që mos hajde me. E dhuna tjere që nuk marojnë. Të dërgoj fjalë, mos hajde më? Po. Po ti pas ke shpëtuar? Po mentaliteti i fshatit, Zoti Ardit, të vret. Se ne jemi ai brez që nuk duhet që t'i bëhemi barë prindit. Ndenja sa ndenja tje, nga shiu pastaj vajte në breshër, më keq. Pse? Tek shtëpia e prindërve? Tesh një martes tjetër. Bëre martes tjetër. Me 3 fëmijë, bërë dhe një djalë atje, fëmijën më torturonte, punoja si punë, i themi nësë, se isha mësuar, kisha dal nga familja punëtori, dohet punoja ta vija jetën përpara. Kur kam bërë divorcin, i ka ndarë një fëmijë, do të ta merrte ai, Romeun ta merrsha unë. I tha gjykata, po merr këtë ti, ta që është i smurta, pse merr këtë që është i saktë, tha. Me çfarë do ta ushqesh, si s'punoni, tha. Po do ushqej me pension e plakës. Po e plak kur vesh shtëpi, plaka ka vdekur, tha. Me çfarë do ta ushqesh ti, tha. E si përfundim ma la kujdesarin mua, ajo mi la dhe 12.000 lekë pagunte në mujtë, asnjë lek, asnjë lloj ndihme, Zoti Ardit. Nuk të dha. Asnjë lloj ndihme, asnjë gjë, vetëm prindit e mi. Babi ime që më kanë ndihmuar, motra, kjo heroina dhe mami. Pra ti divorcin e bëre me ish bashkëshortin, ndërkohë që ishte tek prindrit e tu. Po.